Ta shprej dashurin shoqja ose shoku, atëherë se ke pas shoqja ose shokur. Ai të ka këshyr me një sy tjetër. Ti nështë e ke pas i shok shoqe, ba i ju, ose ajo. Hajde Nor? Që kjo është për shembull që ka njëherë për shembull shoqërit, si nga ana e djalit ose nga ana e qikës, shohin me një sy tjetër, sado që ti për shembull i beson vetës që nuk e sheh më shumë ma tepër, ekziston mundësia kur qëndron një kohë pak më gjatë se që duhet, ekziston mundësia për shembull mu lidh më shumë. E për këtë arsye nuk jam unë e kundër me pas shoqëni djem, patjetër që nuk jam, po jo ndo kushte, edhe plus asaj ajo me kalu kohë më tepër se që duhet. Në rast se mu ma shpreh dikush, mu nuk më ka ndodhur. Nuk më ka ndodhur asnjëherë që ma shpreh një shok një pëlqem ose diçka. Ama nuk e di çush kisha reagu, po besoj mirë nuk më kisha ardhur. Po nga njerë mitësit janë të tilla që një shok e një shoqe mund t'jenë edhe shok edhe shoqe, për shkak për ta kuptuar botën e gjinisë kundër, për të marrë mendime, ndoshta për... Miqësia bazohet në qëta, në emocion edhe në intelekt. Miqësi me një distancë, caktume. Realisht të në po, në kam shoqe, po nuk jam në taçi me to. Nuk prekna, nuk të është, kur të prekë është të në kodë, nështë edhe kodë njeri na i qëllim. Nëse ki shok ose shok në Po edhe është tjetra që nëse të ndodhë një herë, dy herë, nuk do me thonë që ta është merë qaqë traumë të madhe dhe mës me vazhdu mo. Jo, nuk do me thonë që traumë e madhe, është nuk ki dëshirë mo, adjen të kalu. Po, ajo është ndryshe, amo nuk do me thonë që krejt karakterit të njëta. Okej, ta respektojmë regjia minutajën. Shkoj me pyetjen tjetër nëse nuk ka replik. A ka replik? Po, Anita. Okej. A mund të keq kuptohet miqësia mes dy gjinive lehtë? E nisi me ju. Unë kom rast, që apjo kalzoj edhe një rast, po mdok që kjo tem ko ka fërru. Me raste. Une, jem kohën të blej diçka edhe kom pa një familjar edhe ma bën hajde apo shko me pi kafe, shkova me pi kafe shumë mirë edhe pesha një kojshike që vjen, adin endem ka njerë me mamin. Edhe ula me pi kafe, po më folë që shia e mirë, si jam bo as 10 minuta, mami jam të më thim telefon. A unë jo me fundi që duna me marrë vesh, që ti ki bo dashur ose diçka, do me thonë ajo e ka thonë atë njërë, o e parë qikën tonë me një djallë shumë mirë udakshën, do me thonë se ka ditë që unë ato e kom familjar, e shumica e këtë kuptojnë, se na e kena pak edhe mentalitetin ma ndryshe, sidomos kjo mosha na e vjetër. Se kjo mundet me ndodhë, për dikush që nuk ti një, por me një mik, sa është keq kuptu për shambull. Në gjenetike kemë, sa që thejnë na shqiptarët. Si ta këshyrë me për shembull nashta e ka djallë tezës ose në i sen të afërm, pas ka bo frajer. Apo thu, mes atyne dëve, në tjertë. Unë e kuptoha që në mes atyne dëve, sa më nuk më keq kuptu. Jo, të tjerët, sa e keq tjerët. Këtë që për të tjerët. Ajo ta keq kuptojnë edhe me gru, thënë se qënë bash mire, li mu... Më nëjë që ka keq kuptime. Po, a më zakonisht kur ti